Përshëndetje, mirë se erdhët në intervistën e radhës me trajnerin Tetova për para takimit me Partizanin që do zhvillohet ditën e premte në orën 16:30 në stadiumin Arena Ignatia. Edhe një herë sepse është intervista ime e parë, i urojmë profesorit mos provof më asnjë gjë, shëndet edhe suksese. Kjo intervistë zhvillohet edhe mbas mbrëmjes galaj që bëri Federata Shqiptare e Futbollit, ekipi Ignatias, fal presidencës, po sidomos dhe punës së trajnerit, kishte shumë futbollistë të lauruar. Gjithsesi, për më shumë, le t'i ofrohemi ndeshjes së nesërme, e cila është e radhës, po dhe e rëndësishme. Për më shumë pyetje. Përshëndetje profesor, fillimisht si është gjendja juaj shëndetësore pas operacionit? Atëherë, mendoj që është mirë, çdo gjë po shkon drejt rekuperimit. Besoj që mos kemi më situata të tilla. Faleminderit. Çfarë përfaqëson për ju trofeu trajneri i vitit për herë të dytë radhazi? Sigurisht që është një vlerësim si nga futbollist, kapiten, po themi, koleg, gazetar, gjithë opinioni sportiv për herë të dytë. Do të thotë që është bërë një punë e mirë si nga lojtarët e Ignatias, stafi dhe komplet familja Ignatia. Dhe jam shumë i lumtur për këtë trofe të dytë, por mendoj që pa vazhdimsi asnjë sukses nuk bën dritë. Si paraqitet skuadra aktualisht? A ka mungesa nga dëmtime apo pezullime? Skuadra është e plot, sigurisht që kemi vetëm mungesa për skualifikime, është Ruçi dhe Hajme. Sigurisht është afruar Jefferson, por nuk është në 100% të formës tij, kështu që do të jemi të kujdesshëm, por megjithatë pjesa tjetër e grupit është okay. Si e vlerësoni gjendjen psikologjike dhe fizike të ekipit? Ekipi, siç e thash, ka punuar mirë, presim skuadrën e Partizanit, skuadra që momentalisht ka 3 fitore rresht, është ekipi më në formë, por ne do të jemi të kujdesshëm tek ajo që prodhon Ignatia. Përballë Partizanit, pra skuadra më në formë e momentit, çfarë ndeshjeje prisni? Sigurisht që do të jetë një ndeshje e bukur, sepse ndeshjet me Partizanin kanë dhuruar emocione të bukura, si në lojë ashtu dhe në rezultat, por shpresojmë për më të mirë. Sa vend ka për rotacion duke pasur parasysh rëndësinë e pikëve? Nuk është më rrezik e gjë. Normalisht rotacionin unë e kam bërë prej kohësh, sigurisht këtë vit e kam bërë pak më shumë. Do të ketë rotacion, sepse të gjithë lojtarët do të futen tek mentaliteti lojës Ignatias dhe stilit e Tetova. Bakayoko dhe Albanese po japin garanci. A jeni i kënaqur me ta? Jam i kënaqur për të dy çunat që t'i bashkohen pjesës tjetër skuadrës që po bëjnë shumë mirë gjatë gjithë kësaj kohe. Shpresojmë tek vazhdimësia dhe tek synimi që ka klubi. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve, suksese.